edhe vishëm karazhi tonë që unë se di alfabetin shqip. Dhe ke fol, ke dalë publikisht për atë farë që se ke ditë alfabetin, kom jetu në Gjermani, kur ju marrë në Kosovë, ju marrë në klasë të 5, edhe është vërtet, shumë më kanë shkrua, më kanë thonë, qysh be ke fol, ke dalë publikisht për atë farë që se ke ditë alfabetin, vit dyte, qysh e ti ke bo vetë tam, s'manin, atën, kush do që ka veç pak logjike, kupton që e kom spjegu që unë kom jetu në Gjermani, edhe atje kom su alfabetin shqip, gjermanisht edhe anglisht. Tash kur ju marrë në Kosovë, ju marrë në klasë të 5, edhe ti qysh, s'po di, edhe nuk dëvet kërkush më në klasë 5 të adin alfabetin. Edhe që shtutën e me fol, po, me shkru, po, ju më shku deri në vitin e 2 edhe me grun teme, me artën, diçka tha, shumë let kja tha, se mos me ditë alfabetin shqip. Edhe vishëm karazhi tonë që unë se di alfabetin shqip. Edhe tash, edhe se mësoj e ti alfabetin shqip, s'po di, në vit dytë. Edhe po, pa ta orën me një farë ideje shumë interesant kështut me ritme, pa ta mësu alfabetin si muzik. Edhe, po, kjo është bile shambull i mirë që kur donë me mësu diçka sa do absurde që është, adin, mund është me gjetë një formë shumë interesante për mja bo vetit më atlet me mësu qatë sen, edhe unë e ku mësu alfabetin vit dytë, të më thonë.